Pavarësisht valës së nxehtë të kësaj vere, qarku Lezhë është përballur me pak zjarre, krahasuar me vitet e mëparshme. Sipas të dhënave të mbrojtjes civile, gjatë muajve qershor dhe korrik, janë regjistruar 28 raste zjarresh, kryesisht në zona pijore, kullota dhe tokat e papunuara. Në 3 raste është kërkuar ndërhyrja nga ajri me helikopter, ndërsa operacionet janë mbështetur edhe nga forcat e ushtrisë. Vlen të theksohet se gjatë muajit të korrik jemi mbështetur në 3 raste nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, nga Ministeri i Mbrojtjes ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, me mjete ajrore, një rast në Kurbin dhe 2 rast në Lezhë, një Shëngjin dhe një në Gryk-Banati. Pas njëkohësisht në Shëngjin, këtu në lagjen Sakët, në ishull Shëngjin, mbi lagjen Sakët aty, jemi mbështetur edhe me 46 forca të armatosur për fikën e zjarrit. Me vijimin e temperaturave të larta, edhe gjatë muajit gusht, strukturat e mbrojtjes civile në 3 bashkitë e qarkut në Fjalë, Lezhë, Kurbin dhe Mirdit vijojnë të jenë në gatishmëri të plotë. Monitorimi i territorit mbetet i pandërprer, ndërsa banorëve u kërkohet të tregojnë kujdes maksimal dhe të shmangin veprime që mund të shkaktojnë zjarre, veçanërisht në zona pyjore dhe në ato me bimësi të thatë.